Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj ka qenë në qendër të skandaleve që kanë dëmtuar shëndetin publik, duke rrezikuar qytetarët me produkte të kontaminuara dhe duke injoruar pasojat për popullin. Banorët e Shetelit në Shiak akuzojnë kryetarin e bashkisë Elton Arbana për djegje të mbeturinave duke shkaktuar ndotje të rëndë dhe probleme shëndetësore. Një studim nga Universiteti i Kalifornisë sugjeron se truri i grave mund të jetë më i përshtatur për të përballuar plagjen fal veprimeve të kromozomit të dytë X. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj ka qenë në qendër të skandaleve që kanë dëmtuar shëndetin publik, duke rrezikuar qytetarët me produkte të kontaminuara. Prej disa kohësh, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, ka qenë në qendër të skandaleve që kanë tronditur shëndetin publik dhe kanë vënë në dyshim funksionimin e institucioneve shtetërore. Pavarësisht dështimeve të njëpasnjëshme, duket se ministria nuk do t'ia di për popullin që po helmon dita ditës. Në fund të fundit, fëmijët tanë dhe qytetarët janë ata që paguajnë çmimin më të lartë për dështimin e institucioneve shtetërore dhe të autoriteteve të cilët duhet të mbrojnë shëndetin e popullsisë. A është e pranueshme që të mbyllim sytë ndaj këtyre skandaleve, duke i lënë ata të ekspozuar ndaj produkteve të rrezikshme dhe dëmeve që mund të shkaktohen? Manderinat me fosmet ju i hodhët në treg që të na helmoni. Një prej incidenteve më të rënda është ai i 21 ton mandarinave të mbushura me pesticidin e ndaluar fosmet. Ky pesticid është jashtëzakonisht i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit dhe është ndaluar në shumë shtete, përfshirë Bashkimin Evropian dhe SBA-n. Mandarinat të kontaminuara u kthyen nga Kroacia për shkak të nivelit të lartë të fosmetit, por në një akt të paprecedent, ato nuk u asgjësuan siç duhej, përkundrazi, u futën në treg dhe u shitën, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve shqiptar. Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar mashtrimin, duke e vënë në dyshim seriozisht rolin e Ministrisë së Bujqësisë dhe të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Zinxhiri i korruptuar i inspektorëve. Skandalet me ushqimin kanë qenë të vazhdueshme dhe shumë të dëmshme. Pas rasteve të mësipërme, Ministria e Bujqësisë nuk ka qenë në gjendje të sigurojë standardet e duhura për kontrollin e sigurisë ushqimore, duke ekspozuar konsumatorët shqiptar ndaj produkteve të rrezikshme dhe të kontaminuara. Një ndër shkeljet më të rëndësishme ka qenë ajo e mandarinave të mbushura me këtë pesticid të ndaluar, që kaluan përmes një rrjeti të korruptuar inspektorësh. Pse nuk u aplikua vaksina kundër brucelozës të kafshët? Një tjetër problem i madh ka qenë dështimi i Ministrisë së Bujqësisë për të siguruar vaksinën kundër brucelozës për kafshët, e cila ka kushtuar 1.7 milion euro. Vaksina u ble, por nuk u aplikua te kafshët, duke rrezikuar seriozisht jetën e kafshëve dhe të fermerëve. Ky lajm ka shqetësuar dhe irrituar shumë qytetar, ndërsa gazetarja Rudina Muça ka denoncuar se ministri Anila Denaj i ka bërë presion asaj për të heshtur, duke i kërkuar që të heqë dorë nga raportimi për këtë skandal. Ku e quat midhjen, mbretëreshën e Butrintit? Ministria e Bujqësisë ka dështuar gjithashtu në menaxhimin e liçenit të Butrintit dhe të implanteve të midhjeve. Fermerët që kanë punuar për dekada me radhë në këtë zonë nuk kanë mundur të lidhin kontratat e qiradhënies për implantet e midhjeve për më shumë se 2 vjet. Ky është një tjetër shembull i pasivitetit të ministres, e cila ka lënë pa mbrojtje një nga pasuritë më të vlefshme natyrore të Shqipërisë. Si rezultat, ka një rrezik të madh që ky liçen të mbetet pa prodhim midhjesh, duke dëmtuar shumë familje të përfshira në këtë industri. Skandali me shpendët e infektuar. Një tjetër skandal ka të bëjë me menaxhimin e epidemisë së gripit të shpendëve. Ministria e Bujqësisë është kritikuar për mosmarrjen e masave të duhura për të parandaluar shpërndarjen e gripit të shpendëve. Sëmundja ka shpërthyer në disa ferma të vendit dhe është raportuar se një fermë e njohur, Reas, me 69.000 shpend dhe është futur në karantinë. Ky ka qenë një tjetër dështim për ministrisë, që ka dështuar të monitorojë dhe të ndalojë përhapjen e sëmundjeve. Po kush ka përgjegjësi për të gjitha këto? Përkundër këtyre skandaleve të mëdha dhe dështimeve të vazhdueshme, ministri Anila Denaj përparësi nuk ka shëndetin e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, por t'u jap urdhër punonjësve që të bëjnë like dhe share në profilin e saj dhe të ministrisë në rrjetet sociale. E ç'shëndësi ka nëse fëmijët tan han mandarina me fosmet, han vezët e pulave të infektuara apo mishin e kafshëve me brucelozë? Në fund të fundit, ne populli jemi, siç duket, e kemi pranuar që jemi viktima të neglizhencës dhe korrupsionit. Bashkia e Elbasanit është përfshirë në një tender të dyshimt ku kompania fituese dha një ofertë pothuajse të barabartë me fondin limit, duke ngritur dyshime mbi konkurrencën dhe transparencën e këtij procesi.
Bashkia e Elbasanit, drejtuar nga kryetari Gledian Llatja, ka zhvilluar një tender të dyshimt me objekt furnizim dhe vendosje të pajisjeve për fonin e sallës së Këshillit Bashkiak. Sipas të dhënave zyrtare, procedura e prokurimit është mbyllur me shpalljen e fituesit, kompanisë PC Store, e cila është në pronësi të Elton dhe Vitator Mehmetit. Vlera ofruar nga kjo kompani është 10.818.600 lekë të reja pa TVSH, që përllogaritet në rreth 130 milion lekë të vjetra përfshirë TVSH-n. Nga dokumentacioni disponuar për këtë tender, rezulton se fondi limiti parashikuar ishte 10.878.000 lekë të reja pa TVSH, çka do të thotë sa vlera ofertës fituese dhe është e barabartë pothuajse me shumën maksimale të parashikuar nga autoriteti kontraktues. Konkretisht, oferta fituese përbën 99.45% të fondit limit, një praktikë që në shumë raste ngre dyshime mbi konkurrencën e vërtetë të procesit të tenderimit. Një tjetër element shqetësues është fakti se në garë kanë marrë pjesë vetëm 3 kompani dhe përfitues ka dalë pikërisht subjekti që ka paraqitur ofertën më të lartë. Kjo e bën procedurën të duket edhe më e dyshimt, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e organizimit të tenderit dhe mbi faktin nëse ka pasur një konkurrencë të vërtetë apo nëse fituesi ishte i paracaktuar. Përveç aspekteve financiare dhe procedurale, dyshime shtesë lindin edhe në lidhjen me vetë nevojën për këtë investim. Nga një vëzhgim i aktiviteteve të Këshillit Bashkiak të Elbasanit, konstatohet se salla e mbledhjeve ndodhet në gjendje mjaft të mirë dhe është rinovuar së fundmi, çka e bën të pakuptimt një shpenzim të tillë për përmirësimin e fonisë. Në mungesë të një arsyetimi të qartë dhe të detajuar mbi domosdoshmërinë e këtij investimi, dyshimet për abuzim me fondet publike bëhen edhe më të forta. Ky rast shton shqetësimet mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike nga Bashkia e Elbasanit dhe ngren pikpyetje mbi transparencën dhe integritetin e procesit të prokurimit. Në kushtet e një konkurrence të kufizuar dhe me vlerën e ofertës fituese thuajse identik me fondin limit, ky tender mund të konsiderohet si një shembull i keq menaxhimit të burimeve financiare publike, duke lënë hapësirë për dyshime mbi shkelje të mundshme ligjore dhe përfshirje të praktikave klienteliste. Banorët e Shetelit në Shijak akuzojnë kryetarin e bashkisë Elton Arbana për djegje të mbeturinave dhe duke shkaktuar ndotje të rënde e probleme shëndetësore. Kjo situatë ka shkaktuar shqetësim të madh ndër qytetarët të cilët kërkojnë veprime të menjëhershme nga autoritetet. Për disa ditë radhazi, në zonën e Shetelit digjen mbeturina dhe sipas banorëve pas kësaj masakre mjedisore, fshihet kryetari i bashkisë së Shijakut, Elton Arbana. Ata thonë se mbeturinat e qytetit dërgohen çdo ditë me kamion në Shetel dhe për shkak të mungesës së një vendi të përshtatshëm për grumbullimin e mbeturinave, këto shpesh digjen natën, duke krijuar një situatë të rëndë për banorët që vuajnë nga ndotja dhe era e fortë e tymit. Banorët kanë shprehur shqetësimin e tyre duke thënë se ky akt ka ndodhur disa herë dhe se nuk po dalen dot nga shtëpitë për shkak të ndotjes së ajrit. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të autoriteteve për të ndaluar këtë praktikë dhe për të siguruar një trajtim tjetër për mbeturinat. Kjo është një situatë që kërkon vëmendje të menjëhershme nga autoritetet lokale dhe qendrore për të garantuar kushte të sigurta dhe të shëndetshme për qytetarët e Shijakut. Denoncimi i qytetarës. Përshëndetje. Është e disata herë që në zonën e Shetelit të Shijakut, kryetari i bashkisë Elton Arbana i vë zjarrin mbeturinave. Bashkia e Shijakut dërgon çdo ditë kamionët me mbeturinat e të gjithë Shijakut. Si pasojë që mbushet dhe s'kan ku t'i çojnë këto, i vë zjarrin natën që ne mos t'i shikojmë. Ju lutem publikojeni, se po bëhet situata shumë shqetësuese dhe nuk po dalim dot nga shtëpit, pasi nuk po marrim dot frym. Vetë kryetari i bashkisë punëson njerëz natën, i vendos mbeturinave zjarrin dhe e ka bërë shumë herë këtë. Nuk është hera e parë dhe gjen justifikimin që nuk është e vërtetë, por këta vetë ja vën zjarrin mbeturinave pasi mbushen plot. Sezoni turistik në Theth ka nisur me probleme të menaxhimit të pastrimit, duke krijuar një imazh negativ për turistët që vizitojnë këtë destinacion malor tepër të njohur. Mungesa e kujdesit për infrastrukturën dhe pastërtinë ka ngritur shqetësime për ndikimin e tij në turizmin lokal. Sezoni turistik në Theth, një nga destinacionet më të bukura të Shqipërisë, duket se ka nisur në mes të neglizhencës dhe papastërtisë. Një qytetar ka dërguar një foto në redaksin ton, ku shihet një grumbull i madh mbeturinash të lëna në buzë të rrugës, duke ngritur shqetësimin për menaxhimin dhe pastrimin e zonës. Kështu nis sezoni në Theth, fal punës dhe për kushtimit të Benet Becit, shkruan qytetari me ironi, duke i drejtuar kritika kryetarit të Bashkisë së Shkodrës. Thethi, një nga perlat e turizmit malor, tërheq çdo vit mijëra vizitor, vendas dhe të huaj, por duket se mungesa e vëmendjes ndaj infrastrukturës dhe pastërtisë po krijon një imazh negativ për turistët.
Ekspertët e shëndetit mendor po vënë pikpyetje në përdorimin e metaforës së luftës kundër kancerit, duke theksuar rëndësinë e një komunikimi empatik dhe mbështetës për pacientët. Metafora e luftës kundër kancerit ku pacientët etiketohen si luftëtar është e zakonshme, por gjithnjë më shumë ekspertë të shëndetit mendor dhe mjek paliativ po vënë në pikpyetje ndikimin e saj. Mjekja Antonella, e specializuar në kujdesin paliativ në Multimedica, thekson se kanceri nuk është një betejë me fitues dhe humbës, por një përvojë ndërlikuar që kërkon ndjeshmëri dhe mbështetje të vazhdueshme. Kjo temë u vu në qendër të vëmendjes gjatë funeralit të aktores italiane Leonora Giorgi, e cila humbi jetën nga një kancer pankreatik. I biri i saj, Andrea Rizzoli, theksoi nevojën për të ndryshuar gjuhën me të cilën i referohemi pacientëve me kancer. Ai argumentoi se përdorimi i termit luftëtar krijon një presion të panevojshëm mbi pacientët, duke i detyruar ata të ruajnë një imazh të forcës edhe kur ndihen të lodhur dhe të brisht. Hulumtimet në fushën e psikoonkologjisë tregojnë se një gjuhë empatike dhe përfshirëse ndihmon pacientët të ndihen më të kuptuar dhe të mbështetur emocionalisht. Studime të botuara në revistën Psycho-Oncology sugjerojnë se etiketimi i pacientëve si luftëtar mund të shkaktojnë izolim dhe ndjenja faji të ata që nuk munden të luftojnë në mënyrën që pritet prej tyre. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë përdorimin e termave më neutral dhe mbështetës, si po e përballon me sukses apo po kalon një sfidë të vështirë. Në fund, është e rëndësishme që të qasemi pacientëve me kancer me dhimbshuri dhe të shmangim gjuhën që mund të rrisë ankthin e tyre. Përdorimi i një komunikimi të kujdesshëm dhe të ndjeshëm mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre dhe të lehtësojë procesin e trajtimit. Drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi ka denoncuar shantazhe nga studentë të penalizuar për kopim gjatë testit të tyre, duke nxjerrë në pa probleme të integritetit në sistemin arsimor dhe ligjor në vendin tonë. Drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi ka denoncuar në një intervistë se po i bëhet shantazh për shkak të funksionit të tij si drejtues i shkollës nga studentë të penalizuar pasi u kapën duke kopjuar në provim. Rakipi nuk përmendi emra, por la të kuptohet se shantazhi vjen nga brenda sistemit të drejtësisë. Elementi i integritetit në tërësinë e tij lë shumë për të dëshiruar në sistemin tonë, tha ai, duke shprehur keqardhjen për standardet e ulta të integritetit në institucionet ligjzbatuese dhe arsimore shqiptare, të cilat për fat të keq reflektohen më pas në korrupsionin e jetës publike. Unë shoh lehtësi në shkeljen e rregullit, lehtësi në shkeljen e ligjit, shoh mungesë humanizmi, mungesë interesi për të luftuar për të mirën publike, shoh shmangje nga trajtimi i gjërave thelbësore. E kam fjalën për gjithë sistemin, duke nisur nga shkolla jonë. Në lidhje me studentët që kërcënojnë ndaj përjashtimit të tyre, Rakipi shtoi: "Në shkollën tonë janë përjashtuar 5 studentë sepse kanë kopjuar gjatë provimit. Kjo ka qenë një ngjarje e pazakontë në shkollën tonë dhe përjashtimi i tyre ka ardhur si rezultat i shkeljes së kodit etik dhe integritetit, tek i cili ne besojmë që magjistrati duhet të ketë. Shkelja e rëndë ka reflektuar pikërisht atë dobësi që sapo thash, lehtësinë me të cilën trajtohet ligji, duke më dhënë shpresë që gjyqtari i ardhshëm të ketë këtë lloj dinjiteti." I pyetur se si ka mundësi që këta student mund të shantazhojnë një drejtor fakulteti, ai u përgjigj: "Ka shumë raste këtu, ka njerëz që i mbështesin. Plagjatura në këtë sistem, përvecimi i titujve akademik dhe kapërdisja me to, kur nuk i meriton, është një vesë dhe sjellje shumë e përhapur në këtë sistem. Këtu e shoh edhe arsyen që integriteti i sistemit duhet marrë seriozisht." Kristian Kovaçi, i shpallur në kërkim për akuza të lidhura me marrëdhënie seksuale me të mitur dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve, u kap në Tiranë duke përfunduar një operacion të suksesshëm nga policia. Një 31 vjeçar i cili ishte shpallur në kërkim për disa akuza u arrestua në Tiranë. Bëhet fjalë për Kristian Kovaçin Paçani, i cili ishte në masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me të mitur dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit vendosur nga gjykata e Lezhës. Ai ishte gjithashtu i dënuar nga gjykata e Shkodrës me 3 vite e 4 muaj burg për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Ndërkohë, veprimet të mëtejshme do të kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë së Lezhës. Njoftimi i policisë vijojnë operacionet për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim. Finalizohet operacioni policor i koduar Escape, i zhvilluar nga Komisariati nr. 3. Kapet një shtetas i shpallur në kërkim për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me të mitur, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit për llogari të DVP Lezhë.
Familja Mamaci në Bupsh ka marrë shtëpinë e re falë mbështetjes së Fondacionit Golden Eagle, një akt solidariteti që ka ndihmuar këtë familje të realizojë ëndrrën për një stre të sigurt dhe të ngrohtë. Hëllaj, u du shpi. S'ka rrugë tjetër më. Familja Mamaci në Bupsh tashmë ka një shtëpi të re falë mbështetjes së Fondacionit Golden Eagle. Pas publikimit të rastit në televizionin ton, drejtuesi i Fondacionit Golden Eagle, zoti Shaqir Palushi, udhëtoi drejt Shqipërisë për t'i dhënë lajmin e gëzueshëm familjes Mamaci. Ky akt i bukur solidariteti erdhi pas nevojës urgjente që kishte familja për një strehim. Si fillim u sigurua leja e ndërtimit për shtëpinë e re dhe më pas u punua për ndërtimin e saj. Ëndra e familjes Mamaci për të pasur një stre të ngrohtë dhe të sigurt tashmë është realizuar. Fondacioni Golden Eagle ka ofruar gjithmonë mbështetje për ata që ka nevojë dhe ky është një ndër rastet e shumta kur ky fondacion u ka ardhur në ndihmë familjeve shqiptare. Kjo është një histori frymëzuese e solidaritetit dhe mbështetjes, ku shpresojmë që të tjerë të mund të marrin shembull nga ky akt i bukur. Shqiptarët pavarësisht sfidave sociale dhe ekonomike vazhdojnë të vlerësojnë familjen dhe shprehin dëshirën për më shumë fëmijë, por lindshmëria mbetet e ulët. Ekspertët theksojnë se politikat mbështetëse për familjet janë kyçe për të parandaluar krizën demografike që po përjeton vendi ynë. Pavarësisht ndryshimeve ekonomike dhe sociale, shqiptarët ende vlerësojnë familjen dhe dëshirojnë më shumë fëmijë se sa realisht lindin. Para 6 vitesh, 100 gra shprehën dëshirën për të pasur 250 fëmijë, por në realitet lindën vetëm 121. Përvoja e vendeve evropiane tregon se mbështetja për familjet e reja ndikon pozitivisht në lindshmëri. Franca ka zbatuar politika të suksesshme, duke përfshirë leje prindërore, përfitime financiare dhe shërbime cilësore për fëmijët. Hungaria dhe Polonia kanë ndërmarrë masa të forta pronataliste, duke ofruar stimuj financiar për familjet me shumë fëmijë. Në Shqipëri, rënja e lindjeve dhe emigracioni po e plakin popullsinë. Censi i vitit 2023 tregoi se mosha mesatare arriti në 42.5 vite, me një rritje të ndjeshme që nga viti 2011. Mbyllja e shkollave, tkurrja e fuqisë punëtore dhe sfidat në skemën e pensioneve po bëhen shqetësime serioze. Ekspertët theksojnë se për të shmangur krizën demografike, nevojiten politika që mbështesin familjet e reja, përmirësojnë pagat dhe cilësinë e jetesës, duke parandaluar emigracionin masiv. Një studim i kryer së fundmi nga Universiteti i Kalifornisë sugjeron se truri i grave mund të jetë më i përshtatur për të përballuar plagjen fal veprimit të kromozomit të dytë X. Një studim i fundit nga Universiteti i Kalifornisë në San Francisco sugjeron se truri i grave mund të jetë më i përshtatur për të përballur me plagjen krahasuar me ato të burrave. Sipas studiuesve, gratë zakonisht kanë një tru që duket më i ri në procesin e plagjes dhe shkencëtarët besojnë se arsyeja mund të jetë kromozomi i tyre i dytë X. Deri më tani mendohej se kromozomi i dytë X nuk kishte një rol domethënës, por studimi i ri ka treguar se ai mund të zgjohet në pleqëri dhe të ndihmojë në ngadalësimin e rënjes konjektive. Në procesin e zakonshëm të plagjes, gratë kanë një tru që duket më i ri, më me pak deficite konjektive në krahasim me burrat, tha Dana Dubel, profesoreshe e neurologjisë dhe autore e kryesore e studimit. Rezultatet tregojnë se kromozomi X, i cili më parë ishte i heshtur, rizgjohet në pleqëri, ndoshta duke ndihmuar në ngadalësimin e rënjes dhe aftësive mendore. Studimi analizon trurin e një miu femër të modifikuar gjenetikisht të moshës 20 muajshe ekuivalente me një 65 vjeçare të njerëzit. Shkencëtarët zbuluan se ky rizgjimi i kromozomit X aktivizoi rreth 20 gjene të lidhura me zhvillimin e trurit. Ekspertët tani synojnë të thellojnë kërkimet për të kuptuar më mirë këtë fenomen dhe për të eksploruar mundësitë e përmirësimit të funksioneve konjektive si te gratë, ashtu edhe te burrat. Cilësia e funksioneve mendore është një nga sfidat më të mëdha mjekësore, por këto rezultate tregojnë se truri i plakur nuk është i pandryshueshëm dhe se kromozomi X mund të na mësojë shumë mbi atë që është e mundur, shtoi Dubal. Në të ardhmen studiuesit shpresojnë të zbulojnë nëse ky rizgjim i kromozomit X mund të luajë një rol edhe në sëmundje të tjera, si ato kardiovaskulare dhe kanceret, duke hapur rrugën për trajtime të reja që mund të përfitojnë të gjithë. Evropa po përballet me pasiguri të theksuara nga mbështetja e SBA-s në NATO, duke ngritur pikpyetje për aftësitë e kontinentit për të garantuar sigurinë pa këtë mbështetje. Tashmë liderët evropian po shqyrtojnë mundësinë e krijimit të një force të pavarur ushtarake.
Evropa po përballet me një realitet të ri dhe të pasigurt, ku garancia e mbështetjes amerikane për NATO-n, aleanca që ka ngasmuar sigurinë e kontinentit për gati 8 dekada, nuk është më e sigurt. Deklaratat e presidentit Donald Trump, që shprehin mosbesimin ndaj Ukrainës, afrimin e tij me Vladimir Putinin dhe kërcënimin se nuk mund të brojë aleatët e NATO-s nëse nuk paguajnë, ka ngritur shqetësime të thella mes liderëve evropian. Kjo situatë ka bërë që Evropa të përballet me një pyetje që deri pak kohë më parë ishte e paimagjinueshme: a mund të mbetet kontinenti i sigurt pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara? NATO pa SBA-n nuk është e fuqishme, pasi numëron mbi 1 milion trupa dhe ka pajisje moderne ushtarake nga 31 vende anëtare. Megjithatë, humbja e mbështetjes amerikane do të krijonte bëshvëllëqje strategjike dhe financiare. Aktualisht, SBA-ja dhe Gjermania po kontribuojnë me gati 16% secila në buxhetin ushtarak të NATO-s, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kontribuojnë me përkatësisht 11 dhe 10%. Disa ekspertë argumentojnë se Evropa ka burime për të mbrojtur veten, por nuk ka ende një strategji të qartë dhe unitet politik për ta bërë këtë realitet. Evropa ka potencialin të krijojë një forcë të fuqishme ushtarake, por çështja kryesore mbetet nëse është e gatshme ta marrë këtë hap, thekson Ben Shir, drejtori i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Liderët evropian, si kryeministri polak Donald Tusk, tashmë po shtyn për një qasje të re, duke deklaruar se Evropa është e aftë të fitojë çdo përballje ushtarake, financiare dhe ekonomike me Rusinë. Në teori, një ushtri e fortë evropiane do të ishte e frikshme për kundërshtarët e saj, duke pasur një forcë të konsiderueshme ajrore, toksore dhe detare. Megjithatë, pasiguria mbetet e madhe. Në qarqet politike evropiane po shtrohet pyetja e re: a duhet Evropa të nisë ta shohë SBA-n si një partner më pak të besueshëm, apo ndoshta edhe si një rival? Ndërkohë, disa analistë besojnë se kërcënimet e Trump mund të jenë thjesht një taktik për të detyruar aleatët e NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtjen. Nëse marrëdhëniet mes Trump dhe Putinit përkeqësohen, ai do ta kuptojë sërish rëndësinë e NATO-s. Në këtë klim pasigurie, ardhmja e mbrojtjes evropiane varet nga një pyetje thelbësore: a do të zgjedhë Evropa të marrë fatin e saj në duart e veta, apo do të vazhdojë të varet nga vendimet e shtëpisë së bardhë? Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë do takofshim.